billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala, paqja mëshira Allahut, lutjet më të mira qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët kanë ndjekur, ndjekin dhe vazhdojnë ta ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Falënderojmë Allahun e madhruar i cili na bëri pasues të kësaj feje nga mresia e zemrës. Temi falënderimin të takon ty o Zot, s'ka të falënderuar dhe të adhuruar tjetër me merit për posteje. Paqja, mëshira Allahut, lutjet më të mira, më të bukura dhe më të përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mësuesin e kësaj feje. Çka do të qelloj që sa ligjërata është nga mirësitë e Allahut dhe çka do të gaboj është prej shejtanit e premier. Vëllezër të nderuar, sonte me ju do të ndaj një temë e cila prek çdo njërin prej besimtarëve. Ka disa tematika të cilat dikush prej neve mundet me gjetë veten aty, dikush tjetër s'mundet me gjetë, por në këtë temë të cilën du të ndaj me juve sonte ka të bëj me një temë që çdo njeri prej neve ka të bëj me të. Do me thënë nëse flas për këtë temë, nuk ka mundësi që për shembull dikush për këtyre vllaznive ta ndjen veten më pak, unë këtu kam të bëj me këtë, ndërsa në anën tjetër bojare se dikush tjetër ta ndjen veten se jo, kjo më shumë ka të bëj me mua. Kjo temë gjithë kemi të bëjmë njësoj. Se flasim për raportin e besimtarëve njërin anë me një armik të tyre të përbetuar, për të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë në surat Fatir, inna shejtana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. E përsërit dy herë Allahu subhanahu wa ta'ala, pastaj jo tregon edhe qëllimin e tij, thotë me të vërtetë shejtani është armik i juaj. Ishte çdo njerit për neve. I jemi, i joti, ati tjetër, ati tjetër. Ndaj thash ka të bëjë me çdo njërin. Pastaj Allahu subhanahu wa ta'ala thotë përveç se është armik i juaj, e forcon më tepër thotë fattakhidhuhu aduwwa, merrni si armik, llogaritni si armik. Mos mendoni se vallahi që unë i kam rregullu pak punë, s'ka punë me mua shejtani, sikurse më thon disa. Nuk ka, Allahu subhanahu wa ta'ala thotë ky është armik i cili është armik i joti i përbetuar dhe do të vazhdoj të qëndron armik i joti deri në ditën e gjykimit. Nuk ka mundësi atë me bë marrëveshje paqe, nuk ka mundësi me atë mi shty betejën për më vonë. Ai nuk ka pauza, nuk ndalet, punon vazhdueshëm, edhe thot Allah subhanahu wa taala ai dëshiron që ekipën e tij, ato tek të cilët kanë ndikim, t'i bën për banorëve të zjarrit. Andaj po flasim për një armik të cilën dëgjon disa prej njerëzve kanë perceptim të ndryshëm ndaj këtij nocioni, sidomos në në kohën tonë disa thënë që jo, po shejtani është çdo sende keqe, nuk ekziston shejtani si shejtan, ose shejtani është vepra e keqe, ose ajo egoja negative e cila çon njeriu të bën punë të këqija. Allah subhanahu wa taala e mohon këtë dhe na tregon neve në disa ajete kuranore se shejtani është krijesë e gjallë, e cila lëviz, e cila flet, e cila vepron, e cila, domethënë, ka logjik, ka strategji, ka familje, ka pasardhës, ka ushtri, e kështu me radhë. Allah subhanahu wa taala kur tregon në rastin kur e ka kriju Ademin alayhi salam dhe shejtanin ka qenë në anën tjetër, ka pa shejtani, domethënë, krijimin e Ademit alayhi salam dhe ka xhelozuar se këti Allah po jep më shumë pozitë se sa këtyne. Ky ka qenë në mesin, edhe pse ka qenë prej xhinëve, ka qenë mesin e melekëve që kanë adhuruar shumë Allahun subhanahu wa taala. Në momentin kur Allah subhanahu wa taala në shenjë respekti urdhëron melekët, ndërta është edhe shejtani, ti përulin Ademit alayhis salam, shejtani refuzon dhe thot ana khairun min. Unë jam më i mirë se ai. Tamam. Ku është poenta, ku dum dalim ne dum ta dëshmojmë se është krijesë e formuar, nuk është vetëm ndjenjë që paraqet dikush. Ai i thot Allah subhanahu wa taala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ka thonë unë jam më i mirë se ai. Mund ke kriju pi zjarmit, unë jam i krijuar. Sikur se është Adem alayhis salam, ama çka përbërja jon është e ndryshme. Unë jam më i mirë sepse unë jam nga zjarri, ai është pilloçi. Kjo
Dëshmi tjetër, Allah subhanahu wa ta'ala në suratul Kahf thotë: "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis." Dhe i thamë ne melekëve bini sejdë Ademit alayhis salam dhe të gjithë i ranë në sejdë ju përulën Ademit alayhis salam illa iblis. Përveç iblisit. Ky ka qenë në mesin e melekëve, ama Allah subhanahu wa ta'ala thotë kana minal jinni. Ky ka qenë për gjinëve. Pra, të kallëzon Allah subhanahu wa ta'ala se shejtani ekziston. Është i krijuar, është nga zjarri, është nga soji, nga lloji i kuj, i gjinëve. Dhe ai vepron. Dhe këtë Allah subhanahu wa ta'ala këtë krijesë, shejtanin, iblisin dhe sojin e tij, që janë nga, domethënë nga shejtanët, nga gjinët shejtan, Allah subhanahu wa ta'ala, pa dhe ato nga njerëzit, na tregon neve se duhet i llogarisim armiq. Në krahasim, për shembull sot muslimanët, po edhe më herët, kanë luftu, kanë pas armiq. Po ato herë kanë pas armiq, herë kanë bëu marrëveshje, kështu me radhë, ke shejtani Allah subhanahu wa ta'ala thotë ky është armik dhe merrni si armik, nuk ka dy mendime, nuk ka siç e thash më herët pushime kështu, më thonë kështu me radhë. Mirë. Qëtër çështje të cilët duhet ta dim, se ky armik nuk e ka atë kalan e tij, atë vendqëndrimin e tij larg neve. Që të ruhen anë, u thënë mos shko andej se është shejtani. Ose mos kalo ke kjo rrugë se është shejtani. Jo. Allah subhanahu wa taala ka thënë se ky armik është aq i rrezikshëm dhe problematika e tij është se është në veten tënde. Ka në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadithin që shënon Imam Muslimi, thot nuk ka njeri prej juve, vetëm se në anë, do me thonë, tek ai ka një karin nga gjini. Pra, çdo njeri e ka një shejtan dhe e ka një melek. Ky e thret për të mirë, ky e thret për të keqe. Kjo është problematika, vëllezër. Se me pas armikun larg, ti ruhesh. Problemin kur e ke në veten tënd. Si thot pejgamberi sa në hadith tjetër, thot me të vërtetë shejtani lëviz në për trupin e njeriu çka? Majrad dam, sikur se lëviz gjaku. Sikur se lëviz gjaku, kur nxehet njeriu, ky e nxehen. Kur del pi kontrolle, ky e çet pi kontrolle kështu me radhë, kështu me radhë. Andaj vëllezër, na tregon, bile e kanë pyet sahabët pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ka thonë ja Rasulullah, në hadithin e Muslimit. Thonë ja Rasulullah, thotë edhe ti ki shejtan në veten tënde? I thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot po, por mu më ka ndihmu Allahu subhanahu wa taala që ta mundi atë dhe është bo musliman dhe nuk më mëson vetëm se për të, për të mirë. Mirë vëllezër. Po ashtu kjo nuk është vetë. Dikush thot mirë, shejtani vetë një shejtan se merret me gjithë botën, ja. Shejtani ka pasardhësit e tij, ka parinë e tij. Për këtë Allah subhanahu wa taala thot kana min al-jinni, vazhdimi i ajetit, fa fasaqa an amri rabbi, ishte nga xhinët dhe e refuzoi urdhin e Allah subhanahu wa taala për të rënë në sejdë, afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya, thot jo apo merrni atë dhe pasardhësit e tij, jo po merrni shejtanin dhe pasardhësit e tij, do të thonë të cilët ai ka, pa marr parasysh, a janë pasardhës të lindur apo janë pasardhës të, do të thonë, që janë bashkangjit atij, thot ju këtu po i merrni miq përveç Allahut subhanahu wa taala. Andaj to çingën vëzër një pari e madhe, të cilët kur thot Allah subhanahu wa taala shejtanin e keni armiq, nuk thot për njënin. Të gjithë këta luftëtar të cilët luftojnë në këtë betejë shkatruese për ata të cilët nuk janë të kujdesshëm, thot Allah subhanahu wa taala jeni të kujdesshëm. Mirë. Cili është qëllimi këtyre? Cili është qëllimi i shejtanit? Pse është ai këtu? Çka bën? Qëllimi i tyre është realizimi i betimit të cilin ja ka dhënë Allah subhanahu wa taala dhe ja betu Allah subhanahu wa taala pashakrenarin tënde, i thot o Zot, la ghwiyannahum ajmin. Do t'i devijoj të gjithë njerëzit. Të gjithë njerëzit parimisht do t'i devijoj, pastaj bën përjashtim përveç robët tu të sinqertë deri në fund të ajetit. Ibn Kaimi vëllezër ka tregu
veprimin e shejtanit apo atë rrugën e përshkallëzuar, sa i nuk shkon, dikush e mendon se shejtani nuk ka ndikim kjo, unë pse? Po në elhamdulillah, unë jam mirë, jam me namaz, jam me sunet, jam me atë, jam me këtë, jam, e mendon se shejtani thot s'ka punë me mu. Veç me pejgamberin sa se s'ka pas punë. Me gjithë tjerët ka pas. Tamam, ku është problemi se ne mendojmë se shejtani nuk punon me neve dhe rrim rahat, është se nuk ja njohim strategjinë të cilën ai punon. Ai nuk punon me çdo njeri njësoj. Varësisht prej nivelit të besimit tek njeriu, ashtu është dhe niveli i veprimit tek ai. E para përmend Ibn Kaimi, ai përmend, domethënë, 6 hapa të cilët i ndjek shejtani. Gjaja e parë, shejtani don t'i bën njerëzit mosbesimtar. Dhe punon këtë, punon, derisa e shef se nuk po bohen mosbesimtar, shkon në hapin e dytë. Pra nëse nuk bën shirk dhe kufër njeriu, çka bën? Shejtani shkon plan B. I ka ato plan B, plan C, çdo herë i ka plane se me kanë si do vepron. E hudh në bidate. Kur themin e hudh në bidate, mos të kupton dikush bidatet e thjeshta, se ne bidate dim 2-3 të spit, ose disa sende që mendojmë se kjo s'është pisonetit, është pisonetit, nuk është e kjo. Bidatet më të rëndësishme, se aty janë shkallë, janë bidatet në akide. Për shembull, shijat, Mu'tazilit, apo grupe tjera, do me thonë sufive të cilët dalin, do me thonë, arrin afër kufrit, apo dalin kufër, janë ato bidatet të cilat fillimisht i synon shejtani. Ato i synon. Mirë. Pse bidatet janë rendit me njëherë mas kufrit edhe shirkut? A s'ka mëkatet mdoja? Mëkatet mdoja, Ibn Kaimi i ka llogarit tek strategjia e tretë të cilën e përdor shejtani. Pse nuk e ka llogarit kjo e dyta? A di të kush? Se bidatet çojnë humner. Edhe mëkatet e mëdha çojnë humner. Po? Se mëkati njeriu e din se mëkati do të ke vepron. Po. Bidati mendon se është dhe për e mirë. Kjo është problematika. Në përgjithësi, përveç atyre që Allah ja hap zemrën, njerëzit të cilët janë në bidate, është problem t'i nxjerrish, flasim bidatet mëdha, problem t'i nxjerrish, a dini pse? Sepse ai mendon se bën sevap. Ai shija e cili i shan familjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i shan shokët e pejgamberit, i llogaritën mosbesimtar, ai mendon se sevap bën për këtë. Ai që thot se Omeri është në xhenem, Ebu Bekri është në xhenem, Aisha në xhenem, ai mendon se sevap bën, ai mendon se këtu e fiton kënaqësinë Allahu subhanahu wa taala. Kjo është problemi. Andaj shejtani më njëherë mas shirkut edhe kufrit hyn në risit të cilat njerëzit i kanë sjellën fenë atyne, se me këtë ato shkatrohen. Ndërsa e treta, ka përmend Ibn Kaimi, ka thënë janë mëkatet. Mëkatet, ama cilat mëkate? Mëkatet e mëdha. Kjo është strategjia e tretë të cilën e përdor shejtani për shkatrimin e njeriu. Po mirë, tham mëkatet, pse? Njeriu e din se ka bëj gjina. Kur i thu dikujt, lene be alkoholin, lene be zinan, hoxha, Allah na fal, çka më bë. A më thuj ti dikujt, lene ndonjë bidat të cilën a e bën. Më bëtej, do të mu ti kipi sevapit. Në çka më njerë thotë, ja, do të na preshim fen, do kështu. A kjo është strategjia e dytë të cilën shejtani e përdor te njeriu? Ndroni fen, shpikni sende që s'kan qenë kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se do ta kënaqni Allahun me punë të mira. Jo, mjafton ai që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pas mëkateve të mëdha, nëse shejtani nuk arrin me njeriu, çka bën? E çon të bëjë mëkate të vogla. Edhe çka e thot? Alhamdulillah beti. S'bësh mëkate të mëdha, bëni këto të voglat. Edhe njeriu i bën të voglat, ama Abdullah ibn Abbas i thot, mëkate të vogla ka, ama nëse ato rrin të u përsërit, çka? Zmadhohen. La tahqiranna saghiratan, thot një poet, mos e nënçmoni diçka të vogël, se malet të cilët i shihni piguralesave të vogël bëhen. Pas kësaj, nëse nuk arrin ta çon njeriu në të bën edhe mëkate të vogla, a dorëzohet shejtani? I ruhet edhe për mëkateve të vogla ruhet. A dorëzohet shejtani? Nuk dorëzohet. Çka bën? E çon njeriu me bë veprat lejume duke ja anashkalu veprat e mira. Si për shembull. Është koha e dersit,
Ky ka shku rrin me një shok në kafe. A është e lejume me ndet me një kafe me një shok? Është e lejume. A më cila është më e mirë? A me shku ders, ose me shku me mësu Koran, apo me nejt atje? Me shku atje. Shejtani këtu punon. Leve e deshte atë dersin. E dëshkoj shafën tjetër. E në ku? Çon ke kafja. Kjo mos mendo se ki pi imanit, ka shku në kafe, s'ka shku në ders. Kjo pi shejtanit është. Dhe e fundit, a dorëzohet me kaq? Dikush thotë hoxha, po çka ka më të bëje? E la, që shkon. Jo ka. Hala nuk dorëzohet. Çan të bësh vepër të mirë, duke lënë veprën e mirë e cila është më e rëndësishme për momentin. Vjen koha e namazit, thret ezani, kish ka thot? E valla ti ta ndroje një abdesun, e tamam një abdes tri se dha apo ta ndrojsh abdesin. Ose thot, ka dale be une ti lexoj një di faqe Kur'an, po da falin shtëpi. Therën ezani o momenti namazit, nuk o momenti Kur'anit. Vjen koha para akşamit, o momenti dhikrit, nuk o momenti Kur'anit. Po është koha Kur'anit, lexohet Kur'anit. E kështu me radhë. Andaj vëllezër ta dini për atë Allah subhanahu wa taala ka thujt armik, se ai vazhdon të vepron pa u lodh. Pa u lodh. Dhe kjo para mendo me 1, 2, 3, 4, 5, 6, që se arrin sukses 6-ën. Pse vazhdon ataj pastaj? Ose pse vazhdon 5-ën? Se shpreson të bo presion 5-ën, të majt në gjendje, mos me lanë me përparu të kthen 4-ën. Pastaj të rinë 4-ën, që me të kthy në 3-ën, me të kthy në 2-ën, me të kthy të parën, e me kërkon se ke pa të qenë mashallah i udhëzum besimtari mirë, me njëherë me danë kufër. S'mundet. S'mundet, pi këtu me kësy atje, s'mundet me kësy. Pa as njënin pi mos besimtari ma të keq me kësy ka i fundi, s'mundet, Allah subhanahu wa taala i ka bë njeriu njerëzit të ngriten, shkallë ngritet, shkallë të, me thonë të bjen. Mirë, këtë që e tha Ibn Kaimi, a e gjejmë dhe kënë Kur'an? Po e gjejmë. Allah subhanahu wa taala e ka përmend në suret Nur. Thot ja ayyuhalladhina amanu, la tattabi'u khutuwati shejtan. Jo, o ju që keni besu, mos i pasoni kënd hapat e shejtanit. Pra nuk e ka një hap, kësen me një, jo, i ka hapat dhe vazhdon me këta hap, Allah subhanahu wa taala e thot o besimtar, o ju që keni besu, mos i pasoni hapat e shejtanit. Pra mos hesin pas tij, se i thot pin 5-ën çojnë 4-ën, mos paso thirrjet e cilet i bën ai, sepse Allah subhanahu wa taala thot ai i cili i pason hapat e shejtanit, thot fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar. Ta dini se ai urdhon bëni punë të dyta dhe punë të cilat nuk i don Allah subhanahu wa taala pa punë janë të këqija. Mirë, a depërton tek çdo njëri njësoj? Jo. Ajo është strateg, ka përvojë pinkon e Ademit alayhis salam. Ka i cili është njeri asket, se don dunjan, si intereson dunjaja, ka i hyn përmes asketizmit hyn. E çon që të jeton në atë mënyrë që nuk e pëlqen as Islami, nuk kujdeset për familjen e tij, nuk kujdeset për fëmijët e tij, nuk kujdeset për veten e tij, nuk kujdeset për shëndetin e tij. Çka thot? Allah dhe mos më intereson dunjaja, unë veç për ahiret mendoj. Këtu i ka hi shejtani, kjo nuk është për Islamit. Ato fëmijë tu, kush i ishen? Kush përkujdeset për ata? Cili pi sahabëve i kalon familjen e vet, fëmijët e vet, më thonë edhe edukimin e tyne, furnizimin e tyne, furnizim të cilin e çon Allah subhanahu wa taala, i ka thënë Allah, mos më intereson dunjaja. Ne përmendëm në uljen e fundit të çka ishim disa shembuj. Kanë qenë asketa, më kanë pas miliona. E shejtani tenton ta hin aty, ose çka i bën? I jep vetë pëlqim. I thot mashallah, ja ato kitë don dunjan, te mashallah, te sti intereson dunjaja. Jo, nuk është kështu. Islami nuk është kështu. As nuk kena vetë pëlqim, po as nuk rrim me ndet muslimani si gjuna. Duhet t'i merr sebepet. Mirë, te ai çka ka pare, tek ai hyn përmes pasurisë. Ka pare, i lehtësohen haramet, i lehtësohen haramet në llojeve të ndryshme, jo vetëm zinaja, alkooli, jo, takimi me njerëz me pozit, marrja e hakut të tjetër kujt me pare, padrejtësia me pare, e sende të ndryshme qa i ka paret, i hyn shejtani aty
dhe përmes pasurisë e shkatron atë. Ose jep vetpëlqim, pse Allah subhanahu wa taala thot innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Njeriu bëhet shumë kryeneç kur e shef se pamvarsohet. Kur e shef se ose bën parë, ose merr pozitë, ose Allah subhanahu wa taala thot hyn atë anën e tagutizmit, pa do të thonë nivele të ndryshme. Tek dietari hyn përmes dijes së tij, përmes dijes i jep vetpëlqim, e bën leximin e Kuranit që njerëzit thonë sa bukur lexon, e jep dersin që njerëzit i thonë sa bukur e mban dersin, e kështu me radhë, e shfrytëzon atë pozitën të cilën e ka, disa tjerë shfrytëzojnë ekonomikisht, është bo dietari i madh edhe hyn ai, ti merr parë, hudhni parë që se doni me pa hajër, që se, më thonë, lloj të ndryshme. Tek i paditur i hyn përmes paditurisë. Ai nuk din, e shfrytëzon shejtani ata, edhe bën mu duk i ditur, e bën mu duk i mençur, e bën me fol për dietarët, e bën me fol për këtë dhe për atë, më thonë shembuj të shumë të cilat s'mund të ndalemi. Andaj, mirë, cilat janë praktikisht, tash do të dalim praktik, në jetën tonë përditshme, cilat janë vend depërtimet e shejtanit. Ne e kuptuam se çka do me bëj shejtani, tamam. A mund t'i përmendim praktikisht, në praktik, disa veprime ku depërton shejtani. Munal mi përmend, kjo është komplet jetën tonë ai depërton, po unë e kam përzgjedhur vetëm disa. E para, prej tentimeve më të mëdha të cilët don t'i bën shejtani është përçarja mes njerëzve. Pa marrë parasysh, a janë ato bashkëshort, apo a janë ato musliman njëri me tjetrin. Apo janë njerëz tjerë të cilët bashkësia e tyre sjell dobi për shoqërinë. Shejtani tenton prishjen e tyre. Thot Allahu subhanahu wa taala, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin e Buhariut, shejtani me të vërtet i ka humb shpresat se njerëzit të cilët e falin namazin, njerëzit që janë besimtar, kanë mi adhuru shejtanin. Por ka gjetë zavendësim për këtë çështje, ka thënë nuk i ka humb shpresat se nuk do të përçaj mes tyre. Tamam? I ka humb shpresat se bile ka cek fi gjezirat e Arab në gadishullin, me thënë në gadishullin arab, ka humb shpresat sa i mo ka mu bo mu adhuru si ma heret nga besimtarët, ama nuk i ka humb shpresat se nuk kam i përça me besimtarët ndërmjet veti. Dhe kjo vlen brenda nga gadishull edhe jashtë i. Për këtë një ditë një njeri e fyen Ebu Bekrin. Janë në mexhlis, aty është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ky njeri fillon dhe e fyen diçka Ebu Bekrin, Ebu Bekri bën sabër, buzëqesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekri bën sabër, buzëqesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, deri në një moment ku Ebu Bekri ja kthen diçka nga fjalët të cilët i kishte thënë ai. Dhe ky është hadithi që ka shënuar Imam Ahmedi, transmeton e Buhariu. Thot ja kthen dhe çohet i skuqur, do me thoni i herdhruar, i mërzitur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe largohet nga mexhlisi. Çohet Ebu Bekri pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i thot ja Rasulullah, çka është çështja? A nuk e pave se çka më tha i mu? A e ki pas se kum bë sabër? Kur unë nuk veprova, po vetëm ja ktheva atë njëjtën. Ja ktheva atë njëjtën. Apo jo të njëjtën gjësen që ka thonë ai, po disa nga fjalët që i tha unë ja ktheva atë njëjtën. I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot o Ebu Bekr, se Ebu Bekrin të interesonte pse ndryshoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga një person që buzëqeshte në një person i cili u skuq dhe u largu pi mexhlisit. I thot o Ebu Bekr, në momentin kur ti ke bë sabër dhe nuk i ke dhënë hapësirë për çarjes, ke pas një melek i cili të mbronte ty nga akuzat që të vinin nga ai. Po në momentin kur ti fillove t'ja kthesh, u tërheq meleku dhe erë shejtani në mesin tuj. Thot, nuk kam qefu në tri në një mexhlis me shejtani. S'du të ri me një mexhlis me shejtani. Andaj vëzër, sa herë kur shef për qarje mes besimtarve, të dish se aty ka qenë prezent shejtani. Çdo herë që shef kacafytje mes besimtarve, të dish se aty është prezent shejtani. Të transmetime të shumë të këtij lloji, po do të thonë do të vazhdojmë. Është rasti që e transmeton njëjtë kur kanë filluar dy burra
mu grind, shkurt do ta përmendi, dy burra janë grind kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e transmeton Sulejman ibn Suradi, thot janë grind, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot I kisha kallzu diçka, sikurse e thot do t'ja largon ta atë hidhrimin që e ka pas, ja ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të kërkojnë mbrojtje nga shejtani. Këto vëllezër te grindja dhe përçarja hyn edhe diçka tjetër. Dhe depërton shejtani sidomos te besimtarët. Ajo është adhan, mendimi. Për këtë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kini kujdes nga dhan. Dhana diçka është ma merr mendja. Sepse kjo është gënjeshtra më e madhe. Shumë sende në raport me besimtarët I kena të ndërtuara në çka? Në fillim ta merr mendja, pastaj këtë mendjen tënde e shef edhe në rast tjetër, prap ta merr mendja, në fund çka? Shndrohet në bindje, në sens nuk ka të bëjë me realitetin. Dhe për këtë Safia, gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në xhamia e shkoi ta vizitoje. Qëndroi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kur doli, ajo ishte mbulume. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkon dhe përcjellën Safien deri ku? Deri tek dera e dhomës saj, që ka qenë ngjitur me xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kalojnë dy veta, kalojnë dy veta prej ansarëve, afër derës të Selemes, bashkalojnë, a pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tu e çu Safien. Kur e shohin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam shpejtojnë pak, a kupton se shenjë respekti me gruan e tij. I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ala rislikuma, daloni. Innaha ummukum Safia. Kjo është nana juaj Safie. Do me thonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka bën këtë rast? Dën që mos I jep hapësirë shejtanit të ngjall dyshime, për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe për atë ngjall dyshime, po edhe për atë ngjall shejtanit dyshime. Ajo për dëgjonin prej neve. I thot ka dale, mos u ngutni, kjo është nana juaj Safia. I thon ja Rasulullah, mu për ty na me mendu keq? I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shejtani qëndron në çdo njërin prej njerëzve, çdo njërin prej jush, ashtu si çarkullon gjaku. Andaj u friksova, mos po ju hudh ndonjë dyshim. Me këmbë ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këtë kohë. Subhanallah. Andaj vëllezër, duhet jemi të kujdesshëm. Mos ngjallim dyshimet e njerëzit, po edhe nëse ndodh diçka e tillë, ti shuajmë ata. Po edhe ne si besimtar, të mos I japim hapësirë shejtanit që të formojmë dyshime për njerëzit. Valla hoxha, kim duket, se më duket ki bash, a? Sa raste na ndodhin. Hoxha, këtë nuk e di ku shoh kia mo, shambeni si dyshim më duk. Për çka tu duk I dyshim? A I ke argumentet fetare? A ke dëshmi me dal para gjykatësit ta dëshmosh këtë çka po e thu, këtë akuzë? Po a ke ti dëshmi kur dalish para Allahut me dëshmu akuzën pse ja prish imazhin një besimtarit ose një njeriu pa marrë parasysh kush është. Tjetër vëllezër është, ne folëm më herët për veprime që folëm për disa mëkate, po e cekëm atje edhe një çështje të bidatit. Edhe në për bidat hyn, do me thonë hyn shejtani. Edhe ja zbukuron njerëzve. I duket se vapin më të madh çka e bën jetën e tij është çka? Një bidat cilën se ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I kalon namazi sabatit, drekës I qindis, një vjet falet, kur vjen viti, hoxha donave ta bëna një me vlut. Valla, pa du, 200 vetët I thiri. Namazet vëllati 365 ditë si ki farë. 365 ditë si farë. Do në të bëjsh me vlut? Po no, ti zatek I moxhallar. E ne me qenë kështu vepër e lejume, ti mbledhim, ti takojmë, ti bojmë, në rregull. Ama të ka dalë për ti. Ku janë çështjet kryesore? Ose, do të thonë, veprime të shpikura, të cilat ndodh edhe pi hoxhallave, fatkeqësisht, të cilat marrin hadithe të shpikura për hoxha, njerëzit s'marrin vesh. Da thonë, anes janë të shpikura, da thonë gjitë frekjen pa. Të friksohen, thot pa. Me vetë nuk mjaftojnë ajetet e Kuranit, hadithet e pejgamberit, e duhet tash një hadith shpikur ta qesesh. Ose, ja, të kallëzojnë një, shejtani minjanin për njerëzve që kanë bo muhabet, ki ka thonë kush kanë e dush ma shumë, kush dëgjon ma shumë, me kon zatekesh ma shumë, ku ne ke ma shosh, me kon i dhnohesh, e në te, ja kallëzojnë. Po ki shpikur është ati.
Po be, amo, ato njerëzit sot do pse u feja, do duket pak më interesant në xhamaj kur të kallëzojnë atë dersin. Mes mjafton ti 104 sure të Koranit, nuk mjaftojnë, e në me 1000 hadithet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e në gjitha këto i kelan, e në tej do të mirësh me një hadith shpikur. Një prej dietarëve të Marokos, Sheikh Kemelia, ka qenë me një vorim. E të tha nej, hoxha, habe dhe një ders në kallëzoni. Ta ke varet, u kallëzosh njerëzve dhe një ders. E thot, atin shka? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë kafa bil mauti mauidha. Mjafton vdekja si mësim. Kush merr mësim për vdekjes, për fjalëve mia dhe marrë mësim. Kush nuk merr mësim, tu e varros njerin, tu e lan, s'mur kur gjao me veti, s'merr mësim, a mundem dëgjoje se çka di folja. Për atë vëzë, ne, ai i cili 114 sure të Kuranit, për 6600 ajete, me 1000 hadithe si merr vesh, di marrë vesh hadithe që di shpikin. Prej mënyrave tjera vëzër është, ta bëjsh një send madhe, ta egzagjerojsh, ta lash një send tjetër. Ndash në aspektin individual, ndash në aspektin grupor, flas të muslimanat. Shembull. Disave i thot nga, më rëndësi Allah ta kesh zemrën e mirë. Muja dush kujt keqes, mund të bësh keq, kjo kryesorja. Tamam, kjo pjesë e fesë, ama nuk kjo gjithë islami ta kesh zemrën e mirë. Kjo pjesë e fesë ta kesh zemrën e mirë, e në muja dush kujt keqe. Tamam, ama ku namazi, ku zeqati, ku janë adhurimet, ku janë veprat, ku janë sadakaja, unë zemrën e kom, po çdo kush thot unë e kom zemrën e mirë. Ose ati tjetri shkon i thot shejtani, me rëndësia namazi, a falesh te po, grahi këti në qerve s'ka lidhje. Dhe me thonë, e rëndon diçka, e zmadhon diçka, e bën diçka shumë të madhe, tjera çka i bën, u kry. Që këtë vepër, ma e bëjsh e logaritën e një vepër të shmatin detaja, se kjo shumë gjinajnë madh, këto tjera që bëjnë një gjinajnë, çka i grahin. Grahi vla se ne mashallah në të uhit, këtë tjeret janë shirk. Ose, a qetëri a thot, o me rëndësia edukata, vallaj be këto Gjerman. Abe veç shahadeti u mungon atine. Pse be veç shahadeti? Abe a di çfarë sjellje hoxha. A di be si han hakin punëtorit. Po tamam. Me ka që muslimani. Jo be. Muslimani ka shumë raporte qera. Ka raport familjar, ka raportin me fëmijët, ka raportin me prindrit, ka raportin me gjyshen, me komshin, me atë, me këtë, ndihmën, solidarizimin. Ka shumë sende adhurimet, nuk ka veç shahadeti u mungon. Jo, e ka një send mirë, tamam, kjo pjesë në mëson islami, ama nuk është gjithë islami ati. A i qetëri thot, valla, e di amo puna fars. Namazi be, puna fars. Po tamam, veç puna fars. Po a i që baba i kalon miliona, shka të boje? Dhe punëtar ke unë të punoj. Pasrus. Baba i kalon miliona, s'ka të mbaru shkollë. Dvejer, rojet punoje. Jo be, puna është adhurim që se bëhet me njetë. Amo, e në me qenë farza, o kjo veç farz, ku janë farzit qera? Allah s.a. thot, jo, a besoni një pjesë të librit, një pjesë të Kuranit e besoni qetën e linin bashkëpine? E në ju vetë e lezoni këtë? Ose dikush ja ka për një di meselet feje, në atë nuk lishon. Ate, bam. Këtë beselet e tjera, s'ka lidhja atë. Me pyet në çështjet namazit që falet që 30 vjet nuk e din. Ama disa mesele thella që dietarët kanë bllokuar ato mesele edhe nuk japin përgjigje, ai është i gatshëm. Vëzë, gjitha këto janë ndërhyrje të shejtanit. Këto janë tek njerëzit, domethënë, individual. Po çka? Të hyjnë edhe në xhamate. Ka xhamate të cilët mirën vesh me politik. Strategjia, kjo, ajo, tamam, pjesën e fejës, ku i kjetaj? Farzet, sunetet, tosendet, si? Do qërë miren me, vesh me davet. Davet, vesh davet. Tamam, ka në pun qera, ilm, ku ilmi pa daveti pa ilm? Oshtë e në kjo pjesë qëtër. Nuk bën vëzën e të kapena me një pik, e në vetëm asaj t'i grahim, ta në shkallëm gjithë pjesën tjetër. Disa tjerë thëni, valla vesh të kesh punë me Allah në mirë, dunjaja s'kina artë në për të detë dunja.
Vetëm kjo edhe çka? E lën shkollën, e lën fakultetin, e lën punën, e lën kujt i shka. Pse? Se ne kena ardhur vetëm Allahin ti kem punët mirë. Nuk është ki dini se na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ai çeti thot, më rëndësi ti na kit bashk. Ojo, kjo më rëndësi kit muslimanët ummeti Muhammed bëhet bashk. Ummeti Muhammed bëhet bashk, po, ama kur ti rregullojnë do punë. S'po smundesh të i të bësh bashkë mat, i të thua Omerin xhenet, ki thot Omerin xhenet. Ti thua o Zot bashkom me Omerin, ki thot laneti Allahit qof për mi Omerin e për mi Othmanin e për mi Ali, për mi atë Aishen. S'mundet. S'mund bashkohen këto, s'mundet. Andaj vëzër, për këtë ka thënë pejgamberi Allah subhanahu wa taala thot dkhulu fi silmi kafa. Kur t'hini në din, hini komplet duhet. Këtë ta ka në çdo kusht ta kese pozitën e vet. Për arsyeve tjera apo strategjive tjera që përdor shejtani është arsyetimi e nevonimi. Nuk thot mos bon, nuk thot mos ne të falesh, ama ki e vakët. E vëllai, lene be haramin, ose vetë në pak do puna kanë bet, ti rregullojmë në dalom haram. Do të kur ishim gurbet, aty kishin pizzeria, kështu i thosh vëllai. Lene be se Allah është furnizues. Ose vëllai po në djalin do ta martoj djalin, ta rregulloj punën e ne u kripon. Shejtan, kjo vep shejtanit. Shtyjen e pak, shtyjen. Pse djalin don me haram ta martojsh? E ushqesh me haram, don ta martojsh me haram, fëmijët e tij me haram. Shejtani thot, ka lene, arsyeton, gjen arsye, të vonon, çdo herë. Dhe për këtë, që thot, jam punë, është valla e gjen gurbet shumë rand, te si dish, s'mundet, nuk e rand, është bërë shumë rand, so si ma para, so Gjermania si ma para, shka, do në dalën fund, të arsetoj vitin se s'mund ta falin namazin. Çdo se mund ta bëj, në kafe shkon atje, rinë gjithë ditën, shëtitje shkon, pushime verore, pushime dimrore, gjitha mund t'i bëjmë, së është Gjermania si ma para, kur vjen puna e namazit. Ose, të pendimi, bën gabime, sen, inshallah kur shkojnë haxh, me izni Allahit, valla, kur dhe shkojnë haxh, unë mashallah. S'ka be. Kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka thënë Xhibrili, ikra në çat moment, nuk e ka prit, hajtë se ka vakt, ja. Sahabët, kur e kanë kuptuar se është në hak, në atë moment, sihirbazët, kanë qenë sihirbaz në kohën e Firaunit, e kanë kuptuar se Musa është në hak, wa ulqiyati as-saharatu sajidin, janë hudh, pinkon në sejdë, thot Allah subhanahu wa taala, nuk janë ul kadale, kën hak në sejdë më një herë. Edhe kur para Firaunit, i cili i ka thënë, "Lau qati'anna arjulakum wa aydiyakum min khilaf", do pres kamet juaja, do me thënë aydiyakum arjulakum min khilaf, dorë tuaja, kam tuaja, do t'ja presë, "La usallibannakum", do t'ju vari në për trungat palmave në atë moment. Skryje, na kena besu o vëlla. S'ka prit pak ka dalë të mendona, ti ke Firaunit, hikim na, si kanë mendu këto punë. Ne i mendojmë, ka thënë Allah, shto po, be o gjedia, mo, hajnë inshallah, dhe shofin, ka vakt. E për këtë thënë te Ibn Xhauzi, thot, sa veta kanë dash të vepronin, kanë pas qitë veprojnë, ama shejtani u ka shty për ma vonë. Ndoshta thot dikush ka pas shkuaj në ders, ka pat kërkuaj dituri, shejtani ka thënë lene për ma vonë, ati tjetrit i ka dash mu çu natë mu fal, i ka thënë shejtani hapi se natë gjatë, është ka vakt, çor më një herë, ku do çosh më një herë ti fal? Prit, po pusho pak natë gjatë, derisa pastaj ka zon gjumi thellë, s'ka mund çohet deri kur i ka ardhur mëngjesi. Me ditë Ibn Xhauzi se na nuk çohena që 10 vjet. Tjetër është mosnjohja e vetes. Prej veprimeve të cilat ndikon shejtani tepër tek dikush është mosnjohja e vetes. E bën atë për mos me njoh veten e tij, vëllezër. Kjo pa marr parasysh a është në vetpëlqim apo në modesti të tepruar. Ama shejtani ndikon. Mvaret se si a gjen, do me thonë, ato rrugët depërtuese tek ai. Çka do me thonë? Është njëri musliman i mirë, elhamdulillah. I vjen shejtani, thot valla te mashallah je, të tjerët troshka. Të tjerët katastrofë, ti e mashallah. Si ti s'ka, falesh, që, mashallah, e ke sunetin, mjekën si pas sunetin, e ke kuptu sunet, ti mashallah je, ti mashallah, deri se janë ngull vetë pëlqimin në zemër, edhe ja shkatron komplet veprat të cilat i ka po. I tu këtë vetja mashallah. Omeri radiallahu anhu, kur i ka tregu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam atij sahabiut kush janë munafikët, i përgëzu me xhenet. Ka shku kallëzom kush janë.
Ka thonë, s'mundem se mbes, më ka kallëzu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Vetëm kallëzoj jam unë në emrin atyne. La ilaha illallah. Me thonë dikush se mesin tonë është një listë e munafikëve. Kush për neve kishte shku ta shohë? Une? Pe ku jam unë aty ke lista? Unë ty jam të lista. Allah i vëndeft ato që janë ka jo lista, unë ty jam të lista. Pse be? Pse Omeri ka shku? Pse Omeri ka shku? Unë nuk jam listë. Pse unë asnjëherë s'jam listë? Flitet për gjunat, për faljen, unë s'jam listë. Flitet për gabimet, unë s'jam listë. Flitet për padrejtësinë, unë s'jam listë. Flitet për mashtrimin, unë s'jam listë. Flitet për haramin, unë s'jam listë. Po kush jena ne? Melekina. Pa gabushëm jena. Disa qijeve jep përpëlqim. Ai shejtani i thot, vaj, grahi ti fol për mesele se to xhallaret to e kanë shit dinin, to s'marrin vesh. Anë ato dietarët, ato betektina, ato e kanë shit dinin, veçëm ti ke mbet ta ndihmojsh këtë din, ta thosh hakun, ta mbrojsh të vërtetën. To gjithë tjerët kanë deviju. Veç ne një 14 tjerë, e në ato 14 si di bash, veç ne në hak. To tjerët komplet to, s'ka. Mashallah. Me çka arritë ti që të arrish këtë pozitë lartë tek Allahu dhe Allahu t'ja hup mundi dikujt që 60 vjet i ka çu në kërkimin e diturisë dinit Allahu subhanahu wa taala, e ty pin kafe për një javë Allahu subhanahu wa taala të bëni Sheikhul Islam. Ta kuptojsh të vërtetën, ai xhinai 60 vjet u mundu me libra ato ulemat atje, 60 vjet ai ka 15 sahat në ditë, Allah e ti s'ja mundson. Ti na tonit, ala Kur'an s'dit lexoj, ti Allah ja ka çu, ja ka në zemër, ja ka kom tong hakun e në ukri. Subhanallah. Subhanallah. Ose në rast tjetër vëzër, tek modestia e tepër. Çka bën? Shë dini vëlla besimtar thot leve, te nuk jeve te për shopunë. Mos hinte këto, mos hinte ndihmojsh për Islam. Mos hinte atje çkojsh ti ndihmojsh ku mund bësh deni hajër. Si te 100.000 gjinahe kje, të do shkojsh atje, do shkojsh në ders. Ose ti do shkojsh për të mësuar Kur'an, ose ti do shkojsh. E bën njeriu ta ndjen veten të shkatruar. Edhe kjo tjetra është për shejtanit dhe dy të fundit janë vëzër, dyshimet. Dyshimet janë prej strategjive të cilat i përdor shejtani në shkatrimin e njerëzve. Edhe për atë kom zgjedh, sidomos në kohën tonë, shumë ka. Ose të bën dyshosh në rrugën tënde, thot leve se te gjithë të njerëzit shka i shef të se kanë kuptu, e te shkon falesh, pse ai doktor profesor s'falet, te falesh. A shka thot Allah subhanahu wa taala, wa in tutia akthara man fil ard. Qose ti pason shumicën e njerëzve në tokë kanë me të largu nga rruga e vërtet. Dhe shumicën në ajet tjetër në suret Jusuf thot shumica njerëzve nuk do të jenë besimtarë edhe nëse ti mundohesh. Mundohesh tepër, për kujdesesh për ta, nuk do të jenë besimtar. Mirë. Ose të jep dyshime në jetë. Vete do të hapësh sadaka, thot vallahi te për ria e kje. Munafik. Te për si e faqe e kje. Te se kje për Allah. Do të shkësh në namaz, te se kje për Allah. Te do të bëjë këtë, të vjen shejtani, çka? Të jep dyshime namazin tënd, në dhurimin tënd, ndërsa është e vërtet, ne duhet vëzët frigohemi për një jetin tonë. Duhet frigohemi se shejtani në ty deonat hyn, edhe për ta prish një jetin, edhe për të demoralizu. Në ty deonat hyn. Ibrahim ibn Adhemi thot kom taku 30 pi sahabeve, të gjithë janë friksu për një jetin e tij. A më në rast tjetër e ke Harith ibn Qais thot, nëse të vjen shejtani ti duke u fal, edhe thot ati e keme të fasikët, shtoje namazin edhe ma shumë. Nuk thot lene, shtoje. Do më thonë qka? Kujdes po, a mu panik jo. Kujdes duhet për netin, po. A mu të bësh panik, që shejtani me të prish veprat, ja. Dhe e fundit vëzër, është friksimi. Shejtani i frikson besimtarët. Kjo është një prej strategjiave të cilat i përdorën. Qka? I frikson besimtarët. Në 2 mënyra. Një i frikson me ushtrinë e tij. Me ushtrinë e tij. Thot Allah subhanahu wa taala, inna ma dhalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'a. Është ky shejtani i cili ju frikson, pra me ushtrinë e tij, ju frikson me frikë. Kena mi u vra, kena
kena mi myt, kena mi burgos, kena mi ba. Allahu subhanahu wa taala thot fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, mos I keni frikë ata, po më keni frikë mua nëse jeni me të vërtet besimtar. Shifni gazën sot. Kena mi u shkatru, kena mi u shpërngul, kena mi u ba, kena mi pes pare s'japin. Di çka thonë? As mos na përktheni çka thonë ato, s'na intereson. Ne kena frikë vetëm Allahun subhanahu wa taala. Tjera sende s'na interesojnë. Dhe e dyta është, do të thonë kjo është friksimi me armiqsi. Tjetra është friksimi me fukarallëk. Ke pika e dopt, ha? Te pika e dopt. Çka thot? Inna shejtane ya'idukumul faqr. Shejtani juve ju premton fukarallëk. Çdo herë vjen valla shkove, dek. Që si ta fash namazin të hupe rëski, da hupish punën, da bësh këtë, te s'ke breqe, tjere të arritën, tim bete, bam, feja, me feja, s'ka, nuk o ki vakti pejgamberi s.a.s. S'mundesh të mbrishtej, kanë ndryshu koha, që duhet të frikson, ndërsa Allah subhanahu wa taala, ky është premtimi I shejtanit, Allah subhanahu wa taala, dhe shejtani të urdhër me punë të këqija, dy sende, këndej, Allah subhanahu wa taala thotë dëgjoni. Në kompenzim me premtimin e pas shejtanit, unë ju premtoj se kam ju dhënë shumë. Rësk unë kam ju dhënë, dhe e dyta, ai që urdhër me këqija, unë ju premtoj se unë kam ju fal, lutë Allahun subhanahu wa taala të na bën neve nga ata të cilët e njohin armikun e tyre, janë të kujdesshëm në veprimet e tij, nuk lëshojnë pe, nuk dorëzohen, e kujtojnë vazhdimisht, e dinë se vazhdimisht dhe e pret, a di si është? Më thonë njeriu në këtë dunja ecën, siç e ka thënë një prej dietarëve, ecën sikur sa ai që ecën në përfera. Çdo herë shikon ku ta vën kamën. Si një rrugë minume dhe ti duhesh me kalu prej kësaj ane që të shpëtosh në anën tjetër. Duhet në çdo vend ta shikosh a ta vë kamën këto apo jo. Aty të shkruan, vjen aty të shkruan, a be hec rahat. Shejtani thotë, "Hep graj rahat, s'ka kur gjë. Ti bjen me një min, bjen atje me një min, bjen këtu me një min, kur shkon atje I sakatum." Allahu subhanahu wa taala na mundson neve që të jena ndihmues njëri tjetrin punë të mira. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad.